أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto shëtitjet tona në këtë kopsht të burrave të devotshëm, me porositë e përmbledhura nga njëri prej kolosëve të Islamit, imamit i cili jetoi shkurt si mosh, por la shumë si vepra, me cilën gjë e ofroi modelin e një besimtarit i cili duhet kujdeset gjatë jetës së tij rreth asaj që i bën dobi ditën kur del para madhërisë së tij, sepse kjo dynja me këtë mirat që i ka, një ditë fundin ka me e shiju, edhe për kësaj bote secili prej nesh ka me u largu, dhe para Allahut madhërisëm veç atë që ka punu ka me gjetë. E këtë mirat e kësaj bote, knacit e kësaj jete, dëfrimet, argëtimet, këtë ato dhe për to pishman ka mu bo, mirë po adit çdo pishmanllëk nuk i bën dobi, sepse dera e pendimit është mbyll, dhe dera e keqardhjes është hap, dera e veprave të mira është mbyll, dhe dera e llogarisë është hap. A dit ka llogari e vepra nuk ka, e sot mundësia për të bëu vepra mirë është hap, edhe sot llogari nuk ka. Andaj Imam Neveviu rahimullahu taala grumbulloi këto ajete kuranore dhe këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë libër që të na ndihmon neve në udhëtimin tonë drejt Allahut subhanahu wa taala. Këto kapituj të shpërndara në këtë libër janë tamam sikur se llambat që vendosen në rrugë ku ka errësirë, ku nuk duket qartë, e ato na ndriçojnë rrugën në të cilën ecim për të shkuar te Allahu subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për detyrën dhe obligimin që kanë muslimanët për t'u bindur kryetarit musliman. Kryetarit i cili e qeveris vendin e tij dhe popullin e tij me atë që e mëson Allahu i madhëshëm në Kur'anin e Fisnik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tija. Dhe jemi duke folur akoma për ajetin e parë, i cili është bazë në këtë rregull. Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ذلك خير وأحسن تأويلا. O ju besimtar, bindjoni Allahut dhe të dërguarit dhe bindjoni të dërguarit dhe të parëve tuaj. E nëse keni mosmarrveshje për ndonjë gjë, atëherë ktheheni Allahut dhe të dërguarit. Kjo është për ata që besojnë Allahun dhe ditën e mbrëmje. Kjo është për ta më mirë dhe përfundimi më i mirë. Në këtë ajet, Allahu i madhreshëm nxori në shesh disa mesazhe dhe porosi, dhe i bëri të qarta për besimtarët disa vendime dhe urtësi. Dhe secili musliman pas këtyre sqarimeve, nëse i mban mend, apo i regjistron, apo i ndëgjon pas publikimit të tyre, kur ta lexon këtë ajet kuranor, ka me lezu ndryshe, ka me kuptu ndryshe, ka me kuptu edhe ato detaje, ato imësira të cilat janë brenda ajetit, por ai nuk i ka kuptu. Andaj na u munduam në mësimin e kalum të flasim për sebepin për cilin zbriti kjo ajet kuranor. Ajo ishte ajo ndodhi që kishte ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me cilën ndodhi u bë i qartë kjo ajet se respekti dhe bindja ndaj parisë muslimane kërkohet kur ata urdhërojnë në të mirë, kur ata urdhërojnë në bamirësi,
kur ata udhërojnë në të vërtetë, kur ata urdhërojnë në adhurimin e Allahut Dhul Xhelal. E nëse ndonjë i pari i muslimanëve urdhëron në gabim, urdhëron në gjuna, urdhëron në kundërshtim të fesë Allahut Dhul Xhelal, atë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk respektohet krijesa të bërit mëkat krijuesit. Ky është rregull general të cilin secili prej nesh duhet të instalon në veten e tij. Edhe çdo herë që vjen një urdhër nga baba i tij, nga drejtori i tij, nga kryetari i tij, kushdo qoftë ai dhe çfarëdo niveli ka, nëse urdhri i tij është që ti të bësh mëkat ndaj krijuesit tan, ndaj Allahut Madhërisëm, duhet t'i thuash jo. Më vjen keq, ama unë këtë punë nuk mund ta bëj, sepse dashnia jeme për Allahun dhe bindja ime ndaj madhnisë së tij është më e madhe se dashnia dhe bindja ime ndaj çdo kujt tjetër përveç tij. Andaj ulemat i kanë nxjerrë disa mësime që unë edhe ato sot duhet t'i ndaj me ju. Ulemat kanë thonë, kur kemi mosmarrveshje, t'i kthejmë meselet tona Allahut dhe pejgamberit, respektivisht Kur'anit dhe Sunetit, është kusht i imanit. Shifne, është kusht i imanit. Nëse ne e kemi një mosmarrveshje, edhe neve na ofrohet një zgjidhje sipas Kur'anit dhe Sunetit, dhe ne e themi jo, kjo zgjidhje nuk më pëlqen, këtë zgjidhje nuk e pranoj, po du zgjidhje tjetër, i themi na çka, ti e zhduke imanin tanë, ti e shkatrove imanin tanë, ti nuk i la e vend imanit tanë zemrën tonë. Pse? Sepse Allahu duke tha, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. E shkronja ose pjesëza in nëse është kusht zore. Është kusht zore, është kusht. Nëse ju i besoni Allahut dhe ditës së mbram ja ktheni mosmarrveshjet tuaja Allahut dhe pejgamberit. Ama nëse nuk besoni, atëherë ku do jeni ktheheni? Dhe kështu që kthimi i meseleve gjatë të gjitha mosmarrveshjeve që e kemi, Allahut dhe pejgamberit, Kur'anit dhe Sunetit, është obligim imanor dhe është dëshmi e imanit tonë. E kemi përmendur edhe më herët te kapitulli i mëparshëm, që fatkeqësisht shpesh herë ndodh që dy musliman kanë një zënk mes vete, kanë një grindje mes vete, kanë një mosmarrveshje mes vete. Çfarë do niveli qoftë ajo mosmarrveshje? Dhe kur ti thua, hajde shkojmë te hoxha, na e zgjidh problemin me atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë jo, shkojmë në gjyq. Edhe mendon se me gjyq ka me zgjidh më mirë edhe më saktë. Megjithse gjyqet tona fatkeqësisht nuk gjykojnë me atë që na mëson Allahu i Madhëshëm e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të dashur vëllezër, përderisa na kemi njerëz të cilët sakrifikojnë diturinë e tyre, sakrifikojnë kohën e tyre, sakrifikojnë mirëqenien e tyre, rahatinë e tyre, që të ndihmojnë muslimanëve të zgjidhin mosmarrveshjet me tyre, mes tyre, të cilat mosmarrveshje shpesh herë fatkeqësisht arrin deri në nivelin e vllavrasjes. Përderisa kemi na kësi lloj xhallarësh që e marrin përsipër këtë punë shumë të rëndë, shumë të vështirë, është shumë gabim i madh me lënë ata xhallar, jo gabim shumë i madh, po është gabim katastrofal. Me lënë ata xhallar edhe mundësinë që na ofrojnë ata e me shkuti me lip zgjidhje për ato mosmarrveshje tek njerëzit që e para nuk gjykojnë me ligjin e Zotit, e dyta interesi i përfitimit të tyre është më i madh se sa interesi me zgjidh problemin me drejtësi. Edhe andaj ulemat kanë thonë, ky ajet in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir tregon se kthimin e meseleve tona tek Allahu dhe pejgamberi janë, do thot, kusht e imanit. Dhe pastaj thënë fadalla dhalika ala anna man lam yurd ilayhima masail an-niza falaysa bimu'minin haqiqatan. Dhe ai që mosmarrveshjet e tija nuk ja kthen Kur'anit dhe Sunetit, nuk është besimtar realisht, me plot kuptimin e fjalës. Është besimtar formalisht. Andaj, siç e kena përmend edhe më herët,
Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min fi amrihim. Nuk I takon asnjë besimtarit dhe asnjë besimtarës që kur për një gjë vendos Allahu I Madhëshëm, gjykon Allahu I Madhëshëm dhe pejgamberi I Tij, ai të kërkon zgjidhje tjetër veç vendimit të Allahut dhe të pejgamberit të Tij. Nuk I takon, se imani I Tij ja bën obligim që ai të merrë vendimet e Allahut, jo vendimet e tjerëve përveç Tij. Dhe kjo do thotë është përfitim nga leximi analitik I ajetit kuranor, gjë që fatkeqësisht neve na mungon. Tash o vllazni, jemi në edhe pak na është afru Ramazani. Është mirë që hatmen e Ramazanit kushdo prej neve që e nis, ta nisë leximin e Kuranit me meditim. Të lexoje një faqe arabisht, ta lexoje pastaj përkthimin, pastaj të lexoje një prej tefsireve që janë gjuhën shqipe. Elhamdulillah, është versioni I shkutuar mbi Imam Ibn Kathirit, është tefsiri I Abdurrahman As-Saadiut, është tefsiri I lehtësuar, ka 3-4 libra, 5 libra të tefsirit. Zgjedhë njënin, edhe lexoj faqet kështu, arabisht për sevape, shqip për me kuptu mesazhin e asaj faqe, tefsirin për të nxjerrë në shesh, do të këto kuptime që janë brenda ajeteve, po janë të fshehta për neve, sepse leximi jon I Kuranit gjuhën shqipe, përkthimin nuk ndihmon me kuptu këto detale. Po edhe kush e lexon arabisht, edhe pse e din gjuhën arabe, nuk ka mundësi me I vërejt këto detale nëse nuk I referohet librave të dietarëve. Ata, duke I zbërthy shkronjë për shkronjë këto ajete kuranore, I kanë nxjerrë në shesh këto kuptime dhe këto mesazhe të cilat janë bazike, janë shumë të rëndësishme në kuptimin e fesë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej meseleve që I kanë përmend ulemat te ky ajet kuranor, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula, thënë kur përmend Allahu I Madhërisëm tha binduni Allahut, edhe pastaj tha binduni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke përmend shkronjën lidhëse vav, waw në gjuhën arabe. Shkronja lidhëse waw bën barazimin e asaj që është përmend përpara dhe asaj që është përmend mbrapa. I lidh dhe I barazon. Do të tregon se niveli I vendimmarrjes është I njëjtë, siç e vendos Allahu Dhu Xhelal, edhe ajo që e vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ulemat që kanë thonë, përdorimi I kësaj shkronje vav në mes ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula, tregon se muslimanët duhet me dhënë rëndësi bindjes ndaj vendimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëjtë sikur se japin rëndësi vendimeve, bindjes ndaj vendimeve të Allahut Dhu Xhelal. Edhe me këtë japim mesazhin se sa është më rëndësi me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu I japim mesazhin atyre që e quajnë veten kuranista dhe që e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mendojnë se u mjafton atyre Kurani për ta kuptuar fen Allahut subhanahu wa taala. Dhe me këtë e japim edhe një mesazh tjetër, se bindja ndaj Allahut Dhu Xhelal dhe bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më e lartë se bindja ndaj pushtetarëve. Se bindja ndaj pushtetarëve është e ndërlidhur me bindjet e tyre ndaj Allahut dhe pejgamberit. Kurse bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit është direkte, nuk ka kushzime. Ama na I bindemi të parëve ton, atëherë kur ata I binden Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Momentin që ata nuk I binden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo Allahut Dhu Xhelal, na nuk kemi obligim ju bind atyre. Gjithashtu kjo është një mesazh shumë I rëndësishëm që duhet me pas parasysh besimtari. Gjithashtu ulemat kanë thonë se kjo renditje dhe kjo rangim që është përmendur në këtë ajet kuranor tregon kujdesin që duhet ta kemi na
ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe zbatimin e urdhnave të tij, sepse edhe ato gjëra që ai i ka urdhëruar janë obligim për muslimanët dhe muslimanët duhet të zbatojnë ato në jetën e tyre. Dhe për këtë shkak, do thotë Kur'ani dhe Suneti janë referencat tona vazhdimisht në kuptimin e fesë, në zbatimin e fesë dhe në promovimin e vlerave të Islamit tek tjerët. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që i kanë nxjerrë ulemat, për shembull, do kjo mesele e përmendur në këtë rast e ka përmend Imam Fakhruddin Ar-Raziu për shembull tefsirin e tij me Fatihul Ghaib. Këto mesele janë të marruna prej shumë tefsireve të ulemave të mëdhej në historinë islame, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm për të nxjerrë në shesh dhe për të eksplikatuar këto fakte. Gjithashtu, ulemat kanë thonë, kur Allahu dhul xhelal thotë ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasul, kanë thonë kështu. Në këtë ajet kemi urdhër me ndëgju, me ju bind paris tonë. E paria jonë përbëhet prej dy komponenteve dhe atë e kemi përmend në mësimet paraprake. Ata janë dietarët dhe janë qeveritarët. Ul emër të parët tonë, kur themi na muslimanët edhe kemi sqaruar para disa derseve, kjo është përparësia e sistemit politik islam, i cili ofron një qasje tjetër të pushtetit, të qeverisjes, ku dietarët, ata fetar, edhe shkencëtarët, ekspert e lëmire të ndryshme, janë më të mëdhej se pjesa politik bërëse, se pjesa qeverisjese dhe administruese dhe menaxhuese. Ata njerëz që marrin pozitat vendimmarrëse në bazë të politikave dhe sistemit politik, nëse u mungojnë dietarët në aspektin fetar edhe shkencëtarët, ekspertët e lëmive, ata janë të dështuar. Edhe andaj, ulemat e kanë nxjerrë një mesele, normalisht kur flasin për qeverisjen islame, kanë thonë urdhëri për të ndjekë të parët tonë, për t'ju bindë të parëve tonë, që janë dietarët dhe qeveritarët, e jep një mesazh shumë të madh. Thotë, nëse vjen një moment ku dietarët dhe qeveritarët pajtohen në qëndrimin e tyre, atëherë pajtimi i tyre është argument që na duhet t'i ndjekim ata dhe t'i pasojmë. Sepse nëse dietarët kanë thonë kjo është obligim, edhe qeveritarët e kanë marrë atë obligimin e tyre me zbatu, edhe me promovu, atëherë ky pajtim mes dy klasave, mes dy shtresave, bëhet argument i bindjes dhe nënshtrimit. Megjithëse ne kemi treguar më herët se në sistemin politik islam edhe pjesa e qeveritarëve duhet me qenë akademikisht ngritur. Bile më të ngriturit në mesin e muslimanëve. Ulemat e kanë përmend për kushteve të khalifit musliman, ai me kon mujtahid. E në kategorizimet islame, mujtahid do të thotë njeriu i cili ka arrit gradën më të lartë akademike në kuptimin e islamit, që na sot për shembull i themi akademik. Pra nuk mundet me kon se si njeri i pari i shtetit, kryeministër apo kryetar shtetit. Nuk është situata si të na tash. Nëse keni fakultet krym, pa marrë parasysh sa din sa s'din, ti mundesh më bë kryeministër apo më bë kryetar shteti, se nuk ka kufizime tjera. Mirë po në islam, përveç kësaj, përveç dosjes, duhesh me qenë shumë i avansum në dituri për me qenë i pari i shtetit. Pra, si të qoftë, kjo është një mesele të cilën e përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullahu taala në Majmu'ul Fatawa, se në situata kur qëndrimi i dietarëve pajtohet me qëndrimin e qeveritarëve, atëherë ky pajtim mes tyre bëhet argument. Gjithashtu, ulemat kanë thonë, farudduhu ila Allahi wa rasul, kthehani Allahut dhe pejgamberit, e nuk tha kthehani Allahut dhe kthehani pejgamberit. Shife, kjo është detaj. Gjithashtu, farudduhu ila Allahi wa rasul, ktheheni te Allahu dhe pejgamberi. Nuk tha ktheheni te Allahu dhe ktheheni te pejgamberi. Se në gjuhën arabe shkon
Në gjuhën shqipe për shembull ti kur e lidh fjalën e parë me dytën, e ndërlidh me foljen e parë. Në gjuhën arabe nëse don me dhon mesazh të veçantë e ndan, nëse s'don me dhon mesazh të veçantë e bashkon. Dhe këtu Allahu do të thotë ktheheni te Allahu dhe i dërguari. Nuk tha ktheheni te Allahu dhe ktheheni te i dërguari. E ulemat kanë thonë gjithashtu pse? Se qëllimi është ajo që vendos Allahu është e barabartë me atë që vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kundërta. Ajo që vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e barabartë me atë që vendos Allahu dhul xhelal, edhe andaj kur të kemi mosmarrveshje mes nesh, ne e kthejmë tek Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë porosi e jep Imam Ibn Qayyim rahimullahu taala duke analizuar këtë ajet kuranor. Gjithashtu është një meselë shumë e madhe dhe rëndësishme, e cila është për të sqaruar në këto mezhlise, për ta kuptuar një meselë e cila her pas here bëhet temë debati dhe mosmarrveshje. Thënë ulemat, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala konkretisht, thot fe in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, nëse keni ndonjë mosmarrveshje mes jush, ktheheni te Allahu dhe i dërguari. Thot fihi al-amru, në këtë ajet na urdhon Allahu dhu xhelal që mos marrveshjet tona të referohemi, të kthehemi Allahut dhe pejgamberit. Thot fa abtala radda ila imamin muqalladin au qiyasin aqliyin fadilin. Thot me këtë ajet jepet gjavap atyre që thënë se kur të kemi mos marrveshje duhet me i kthy tek medhhebi apo tek usuli edhe krahasimi që e bëjnë dietarët e usuli fikut. Andaj ky ajet kuranor neve na mëson se referencat supreme, referencat kryesore në kuptimin e fesë janë Kurani dhe Suneti. E dietarët e medhhebet janë ndihmës në kuptimin e asaj që në e thot Allahu i madhëshëm Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tija. Janë ndihmës, nuk janë zëvendësim. E kur ka ndodhur gabimi dhe problemi, atë kur dikush prej muslimanëve, hoxhallar edhe besimtar, e kanë zëvendësuar Kur'anin dhe Sunetin me fjalët e medhhebeve. Për ta sqaruar këtë meselë, po ndalim një pak. Medhhebet janë shkolla juridike, të ndërtuara nga imamt e njohur në botën islame dhe nxënësit e spikatur, nxënësit e dalluar të tyre. Një imam, një hoxh, do thot e ka ndërtuar një qendrim fetar mbi atë që thot Allahu i madhëshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj është përpjek me mundin e tij intelektual me kuptu atë që thot Allahu i madhëshëm Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tija, dhe mbas këtyre argumenteve me nxjerr një dispozit, një vendim, një gjykim për një meselë. Dhe në momentin që është pyet për një meselë dhe s'ka gjetë argument në Kur'an apo në Sunet, ai është përpjek me mundin e tij akademik intelektual që e ka ndërtuar vite me radhë dhe kada me radhë me nxjerr një meselë, me nxjerr një vendim edhe me nxjerr një gjykim. E tani, nëse dikush për ulemave tjerë, në kohën e tij apo mas tij, gjen argument Kur'anin fisnik apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e demanton qëndrimin atij imamit, çka duhet me bë? Ulemat e botës krejt, edhe vet ata imam janë pajtu se në ato momente na duhet me lënë mendimin edhe gjykimin e imamit, edhe duhet me marr gjykimin edhe vendimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ande krejt ta imam, që sot janë 4 mëdhëhebet njohura përhapur në megjithëse ummeti islam ka pas më shumë se 4 mëdhëhebe, po këto janë më të përhapurat dhe më të njohurat. Për tyre është mëdhëhebi i imamit të madh, Imam Abu Hanifes rahimahullahu taala, që është mëdhëhebi i pjesës dominante të Ballkanit dhe perandorisë osmane në përgjithësi. Imam Abu Hanife rahimahullahu taala për herë i ka porosit nxënësit e tij, ata që u ka dhënë mësim në xhamin e tij, që idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi.
Hadithi I vërtet është madhhabi jem. Çdo herë që ti si nxënës si jemi, ti si xhamati jemi, e gjen një hadith, e lexon një hadith, e mëson një hadith pe dikujt pe xhallarëve të hadithit në kohën teme, edhe vjen ndesh mendimi me atë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi vërtet është madhhabi jem. Do unë me automatizëm mos e merr mendimin tim, po merr hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë qëndrimi I Imam Malikut, qëndrimi I Imam Ahmedit, qëndrimi I Imam Shafiut, të gjithë imamët këtë qëndrim e kanë pas. Hadithi vërtet është madhhabi im. Edhe kjo qasje e tyre ka tregu dy elemente. E para, sinqeritetin e tyre në shërbimin e fesë. Se ata nuk e kanë marrë atë pozitë akademike në xhamien e tyre, apo në qytetin e tyre, apo në shtetin e tyre, nga për ta imponuar mendimin e vet si zëvendësim I asaj që thot Allahu I madhëshëm apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo, ata kanë marrë pozitë nga shërbimi I sinqert që ka mbë Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe andaj çdo herë që ka ardhur dash mendimi I tyre me Kur'an dhe sunet, ata kanë thonë merr Kur'an dhe sunetin jo mendimin tim. Edhe e dyta ka qenë vetdia e lartë e tyre se kapacitetet intelektuale që I ka njeriu janë të kufizuar. Dhe askush për njerëzve në çdo kohë nuk ka mundësi me I ditë këtë meselet. Nuk ka mundësi me I ditë këtë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo spaku me ju kujtue në atë moment këtë argumentet fetare. Edhe kjo tregon natyrën e njeriu, I cili është I mangët dhe I dobët. Edhe për këtë arsye ata kanë dhënë këtë mesazh që na jemi njerëz, kemi mangësi, na ka plën harresa, na ka plën dobësia, edhe ka mundësi momente të caktuara na me gabun vendimin ton, qëndrimin ton, e ju majne metodologjinë e saktë. Kthehani meselet vazhdimisht Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vllazni këto sqarime që kanë dhënë ulemat në kalumen, që sot na I përcjellim tek ummeti islam, e ka qëllimin jo me kriju kaos akademik fikhor islam. Jo me dhënë mundësi se cilit xhamat thjesht a me një vetën se është alim e dietar e mufti. Jo. Por qëllimi është që në botën akademike islame, tek hoxhallarët, tek dietarët, tek profesorët, doktorët e shkencave islame, ata me nxit veten, ata me lezu ma shumë, ata me analizu ma shumë, ata me bë krahasime ma shumë, edhe vazhdimisht ummetit islam me nxjerr fetfaja, me nxjerr dispozita, me nxjerr vendime, të cilat e ngrisin lart pozitën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dyta janë të dobishme për rrethonat dhe kushtet që jetojmë na. Sepse këtu ka një kuptim tjetër. Kur I kemi thonë na këto muhabete para 35 viteve, ka mendu dikush për xhamatit ton se kjo vlen për te. Jo, nuk vlen për ty, edhe nuk vlen për xhamatin e thjesht, se puna me I marr meselet e me I lidh me ajet e me hadith është puna e hoxhallarëve dhe puna e ulemave. Kjo nuk është detyra jote. Ti si xhamat I thjesht duhesh me e gjet një hoxh që I beson fesë të tij, I beson devotshmërisë së tij dhe ndjek atë. Detyra e avamit, detyra e xhamatit është ndjekja e imamit. Ama detyra e hoxhallarëve, e doktorave të fesë, e dietarëve musliman është që vazhdimisht ta studiojnë Kur'anin dhe sunetin dhe ato studimet e tyre të ofrojnë xhamatit si zgjidhje problemet që kanë, duke e lidh mendjen edhe zemrën e besimtarëve me Kur'an dhe sunet vazhdimisht. Pse? Sepse fanatizmi I njerëzve për njerëz është I damshëm. Ai çon njerëzit në devijim dal nga ta. Fanatizmi I muslimanëve duhet me qenë drejt Kur'anit dhe sunetit, drejt islamit. Pastaj mëdhëbet, organizatat, xhamatet, shpeshherë fanatizmi për to bëhet shkak me I përqa muslimanët. Edhe na jemi dëshmitar se si janë përqa musliman në këtë kohë, këtu në vendin tonë. Filani është xhamat I filan hoxhës, filani është xhamat I filan xhamisë, filani është xhamat I filan shoqatës, filani është fanatik I mëdhëbit. E ai I kësaj, e ky fanatizëm jashtë Kur'anit dhe sunetit I përçan muslimanët,
a muslimanët e kanë detyrë dhe obligim me u bashku edhe me bashkë vepru në kuptimin e fesë dhe në zbatimin e fesë. Normalisht janë edhe disa porosi edhe mesazhe që dalin nga ky ajet kuranor, mirë po koha që kemi në disponim përfundoj dhe na me këto sqarime e përfundojmë elaborimin e këtij ajeti të parë që e kemi në këtë kapitull, që inshallah taala nga dersi i ardhshëm të vazhdojmë me hadithin e parë që kemi në këtë kapitull, hadithin 663 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i parë brenda 19 haditheve që ka sjellë Imam Neveviu rahimahullah në këtë kapitull, e inshallah taala do fillojmë me hadithet një nga një me kohën që kemi në disponim dhe mundësi që kemi në disponim, derisa të afrohemi Ramazanit, pastaj sikur se dini në Ramazan bëjmë pauzë nga derset tona dhe vazhdojmë pas Ramazanit inshallah taala, duke lutur Allahun vazhdimisht na jep dije të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këto mejlise të xhairit, duke i mësuar këto ajete kuranore dhe këto hadithe pejgamberike. Allahu i madhërisht na mundsoft e para të ringjallemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj na mundson që të shohim fytyrën e madhnisë së tij, që është për shpërblimeve më të mëdha që Allahu i jep besimtarëve të tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.